ka qenë drejtor I përgjithshëm. Kjo s'ka rëndësi parë, pak ishte më shumë për batutë. Nëse nuk është se kur ishte bëri namin, ë? Jo, nuk ka lidhje. Ishte thjesht. E dinte I shkreti që provizorisht edhe për ta saktësuar. Në vijim të asaj që tha zonja Buksani, në fakt kur situata është mirë kur lajmi publikohet nga vetë autoriteti. Nëse do të ishte publikuar nga mediat, edhe në këtë panik në fakt që her pas here shkaktohet, do ishte më e frikshme dhe diçka do fshirë. Kur publikon autoriteti tregon që diçka është më mirë, por ajo çfarë I mungon atij autoriteti, pra konkretisht autoriteti kombëtar të ushqimit, është komunikimi I mirëfillt, shterrues I rrezikut dhe guximi për të dalë para kamerave, para publikut dhe për të sqaruar çdo situatë të mundshme si rasti konkret, të cilin kur mora ftesën fakt sigurisht e kam parë, unë kam publikuar lajme që mishmër salmonele tjera, por nuk është I ditëve të fundit, është I fundit janarit, fillimit shkurtit, të dyja rastet edhe mishi nga Brazili I derit me salmonele dhe aqukët nga Kroacia. Mora disa informacione për të siguruar, domethënë sepse pasha një farë paniku që ishte përhapur në media. Do të sqarojmë dy gjëra, por kryesorja është ajo që I mungon AKU-s është komunikimi I rrezikut. Njofto kamera, njofto media, hajde konferencë për shtyp në AKU, gjithë deklaratën për shtyp, gjithë pyetjeve që të gazetarëve përgjigju dhe jep një komunikim për konsumatorin. Për të kthyer tek çështja. Mishi me salmonel është marrë në pikë, nësa kam informacion unë, pa u futur në Shqipëri, në pikën e inspektimit kufitar të Durrësit, kur ka ardhur kontejneri, nuk janë aq sasia, duhet të jetë diku të rreth 7 ton, aq sa ka një kontejner mirë, sepse nuk vjen me sasi. Nuk vjen me çanta. Vjen në kontejner ose ka. Dhe në dijenin time, pra, është marrë sipas planit, nuk ka qenë rastësi në fakt që është marrë mostra dhe ka rezultuar me salmonella SPP. Nga informacioni që kam Granit, dhe të lutem, vetëm një sekond. Atëherë, juve mund keni natyrisht që keni informacion më shumë se unë. Nga deklarata publike që është bërë, thuhet në terren. Dhe në terren nuk është pika e inspektimit kufitar. Ose ka gabuar institucioni kur ka bërë deklaratën, sepse në mënyrë eksplicite thuhet në terren. Gjithë shtypi ka thënë dhe deklarata zyrtare që ka dhënë AKU thuhet në terren. Në terren nuk është pika e inspektimit kufitar. Nëse është në terren është situata edhe më keqe. Edhe më rëndë sepse do thotë që është marrë në market ku qindra mijëra shqiptar mund të kenë blerë mish në market, pa asnjë etiketë në fakt, as pa deklaruar origjinën se nga është, as kush është importues e tjerë. Thotë fileta derrja e gjen marketet hapur ose filete pule dhe kaq. Kjo është e frikshme. Dhe prandaj thash që ka një problem shumë të madh me komunikimin, me sqarimin e konsumatorëve, të mediave e tjera nga ky institucion. Në dijenin time është në pikë në bazë një plani që kanë vjetor dhe ju e dini. Dhe më mishi, me sa ka, pra unë po citoj burime nga AKU-ja të cilët I kam pyetur jo më larg se mbron kur mora ftesën për qenë në emision sot. Dhe më kanë thonë që mishi është I bllokuar në magazinat e importuesit dhe do të vendoset nëse do të asgjësohet ose nëse do të shkojë për punim, sepse tashmë është pak përqeshur kjo pjesa e asgjësimit Granit, se zakonisht asgjësimi bëhet me djegje, po ta bëjnë zgarën mirë. Pse dhe vazhdon edhe 2 muaj që ne dim patogenat vazhdon ajo të rritet ngarkesa bakteriale. Jo, patjetër, po. Unë po them çfarë kam informacion dhe po I them këto sepse detyrohet prapë institucionit të japin një sqarim më vonë shterrues se çfarë ndodhi me këtë sasi dhe mos presim në raportin e KLSH-s pas 2 apo 3 vjetëve për ta konstatuar nëse ka pas shkelje apo jo. Pra, sipas informacionit, mishi është magazin, sasia dhe pritet ose të asgjësohet ose të shkojë për punim. Nëse shkon për punim, në gjykimin tim, përveç prosciutave crudo, po kaloj 70 gradë salmonella SPP, jo disa lloje të tjera që janë më të rrezikshme, ato zhduken. Dhe në fakt, edhe në rregullore të BE-s është hequr salmonella SPP kur produkti shkon për industri, pra për punim termik. Kemi pasur një problem diku në 2017-18 kur importuesit tonë rrezikoshin mos bënin kontrata me Brazilin apo shtetet tjera sepse çdo ngarkesë që rezultonte me salmonellë SPP ju kthehej mbrapsht në pikë. Dhe kjo I vinte në vështirësi edhe eksportuesit sepse në BE ju lejohej me SPP kur shkonte për industri. Megjithatë, është pra detyrë e institucioneve. Nëse produkti ka qenë vërtet në treg, sigurisht kjo përbën shqetësim për konsumatorët, por edhe për autoritetin kombëtar të ushqimit duhet bëjë shqetësim. Ai vërtet ku ka ardhur me certifikat, siç e tha Ana, me flet analiza e tjera, por
dhe në fundit edhe nëse ka hyrë nuk është faj i autoritetit kombëtar të ushqimit, pra sepse është do ngarkesë analizohet, ama nëse ka qenë në markete, në treg dhe ka rezultuar pastaj me salmonel, kjo përbën problem me një faj të AKU-s me komunikimin e rrezikut. Sasia mund të jetë tërhequr në moment vërtet, por ka qenë vonë dhe minimalisht duhet ishte njoftuar konsumatorët. Megjithatë, kjo pastaj mbetet për të sqaruar nga AKU-ja. Në lidhje me açuket, këtu nuk besoj se ka risk për konsumatorët shqiptar, me gjithë problematikën e shfaqur, sepse ato nuk janë importuar për të tregtuar në Shqipëri, janë importuar nga një kompani, nuk e di se ku është për hir të vërtetës, pra po them tip pasonësh, shembull, që i importojnë në Shqipëri, i përpunojnë, i paketojnë dhe janë po për eksport. Pra si puna e këpucëve që e marrin lëkurën nga Turqia, i bëjnë këpucë në Shqipëri dhe eksportojnë në Itali me porosit firmave italiane, shembull kjo. Kështu që kjo nuk përbën risk për konsumatorët. Megjithëse ka pasur një njoftim, e pasha dhe djenë pak në faqen e AKU-s, që është blokuar tjera, një sasi, është në magazina edhe kjo, por nuk është akoma e vendosur nëse do të azilsohet apo çfarë do të bëhet me të. Ama, sipas atyre burimeve që unë kam, më thanë që ne nuk mund ta lejojmë të dalë jashtë Shqipërisë, si produkt që është me probleme. Tani u bë